Përshëndetje miq të emisionit Glamour, një takim tjetër ky radhës. E diela gjithmonë është servuar për ngjarjet kulturore të cilat kanë njehon, ngjarje kulturore të cilat ne i shkëpusim disa prej tyre për t'i futur në këtë minutazh dhe për t'i transmetuar tek publiku i cili orën 20:30 të dielave e ka rezervuar në frekuencat tona. Qëndroni me ne sepse vetëm sigla dhe mini profili do të sjellin të ftuarin tim në studio. Statistika tregojnë se në 20 vitet e fundit, nga Maqedonia e Veriut janë larguar mbi 200.000 qytetarë, nga të cilët 66% janë shqiptar. Një realitet i dhimbshëm që prek mira shqiptar të Maqedonisë së Veriut është sjellë në ekran përmes filmit Krejt e Thirin Rexhon, një produksion që ka ngjallur debate të shumta. Duke u bazuar në histori të vërteta, filmi pasqyron padrejtësitë dhe sfidat e përditshme që kanë detyruar shumë shqiptar të largohen nga vendlindja në kërkim të një jete më të mirë. Regjisori Ibër Deari e ka gjetur frymëzimin tek historia e një punëtori të vetëm në një fshat të Kumanovës, një vend ku shumica e banorëve tashmë kanë emigruar. Përmes skenave të forta dhe emocionale, filmi reflekton mbi realitetin e ashpër me të cilën përballen të rinj, të cilët shpesh nuk shohin asnjë perspektivë në vendin e tyre. Filmi ka tërhequr vëmendje të madhe në kinemat e Shkupit, Prishtinës dhe Tiranës, duke mbushur sallat me shikues dhe duke rikthyer në fokus një nga plagët më të mëdha të shoqërisë, emigrimin masiv. Krejt janë të e thi Rexhon, krejt. Se cili njeri, se cila shtëpi, veç Rexhon. Sa më shumë që po ikin punëtorët për gatunit. Po? Që më shumë po më rritët puna mu. Adimaj! Co, Rexho? Valle jenge une grujen time se lajt puna. Rexho, m'duhe shumë, se ti je bo një loj legende. Po në kujna që si viju në këtë farveni. Mu në kom vynë sen, heq. Absolut. Eja, u quve të ja? Zamro, se po shtrijesh apet shpirt? Ani se fer, Ani po ikin gjinja valloj për rruga më të mira. Si jo për nësen tjetër, jo si unë minë zi rrymen që pe paguj. Se a pagun rrym dikush toa? Na fukaroja. Ngom dëshimir që po thamë. Që duhet me ditë kushdoj që vjen me punu këtu në Slupkov, duhet me ditë që unë ja siguroj venin. E valaj nuk kalon pa e da hisën e vetën. Të dishë. Req, të duhet me vazhdu me punë. Thirimi, thonë. Jo. E po? U fol ku je shku mas Ademi se krejt e di ore gjep nushi. S'ka arë dhe burë që pëjtu dhe të grusë. Bës të din! Sham, po thëmë se ketë jë me nerva! Qëfar mjallë ti mu i kuka jo? Derisa vazhdojnë Krejt e Thirin Rexhon, unë zakonisht vazhdoj të thrasë Ibër Deari në studion time për diskutuar mbi punën e tij. E kam përkrahur gjatë viteve në të cilat ai ka bërë gjithmonë filmat e tij, por do të vazhdoj tutje sepse ja vlen. Është një shqiptar nga Maqedonia i cili prek tema këto për diskutim. E ftoj në studio Ibër Deari, regjisor. Mirë se erdhe, Ibër. Përshëndetje, si e gjitha? Mirë, faleminderit. Si ke qenë ti? Shumë mirë. E more veten? Po, shumë i relaksuar. Nga gjithë këto premiera të cilat i kanë mbyer kinemat në Shkup, në Prishtinë dhe në Tiranë,
e gjetëm pak kopër në dy Më në bashkë, fund edhe të për diskutojmë, publikun po. i cili, po, urdhra, Faleminderit ullu. shumë. Iber, zakonisht edhe diskutimet tona kanë qenë lidhur me filmin, gjithmonë kanë qenë lidhur me projektet. Unë gëzoj shumë për sukseset e tua, gëzoj shumë për shpirtin luftarën ti e ke, sepse e di edhe pengesat të cilat ti ke pas gjatë këtij rrugtimi. Ndoshta ndonjëherë për t'ja dalë, për ta realizuar një skenar të bukur, të zhdashur edhe shumë diskutime me gjithë ata të cilët qëndrojnë në krye të disa institucione këta të cilët duhet përkrahur një projekt të një regjisori. Si ndihesh sot kur ja dole? Shumë mirë. Do të thotë unë faleminderit edhe për prezantimin që e bëre, se me të vërtetë je nga kolegët të veçanta që jo vetëm mua, por të gjithë regjisorët në Maqedoni që jemi këtu, edhe artistët përgjithësi, i ke promovuar çdo herë. Pa marrë parasysh si kemi qenë në projekte, edhe me buxhete të dobta, edhe me buxhete të mira. Edhe fare. Edhe pa buxhete. Po kjo tregon ndoshta ju jeni nga ata që e njeh më mirë këtë shpirtin luftarak të çdo regjisori tek ne, se ne realisht kemi pasur shumë vështirë çdo herë të mendojmë se të përkrahet një projekt, sepse shumë ka qenë vështirë. Unë ka pas vite shumë që kam konkuruar dhe çdo herë jam injoruar, por nuk ka qenë dëshpërimi pse nuk pranohet skenari im ose skenari yt. Lufta më e keqe tek ne ose dëshpërimi më i madh si artista ka qenë pse pranohen disa që nuk kanë qenë fare as regjisor as skenarista. Dhe pikërisht këtu lind Regja si film. Do të thotë pse ikin njerëzit ose pse ikin të rinjt ose pse ikin vetë artistët, se jo pse nuk përkrahen, po pse përkrahen të tjerët që nuk janë asaj rruge, dhe ne që mendojmë që kemi kryer shkolla, kemi humbur kohë, kemi luftuar vazhdimisht, se vetëm kur e përfundon një shkollë në regjinë e filmit ose në skenar, ti zakonisht testohesh nga profesorët, edhe debaton. gjatë procesit të studimeve ti bën diku 6-7 filma të metrazhit shkurt për t'i kaluar ato provimet tek profesorët e Do thot ne lëndës, po. vetëm e kemi kaluar, ne kemi dëshmuar vetëm se duam këtë punë dhe jemi me një vend ku kërkojmë një mbështetje normale, në kur s'kemi luftuar t'i kapim buxhetet më të mëdha ose gjëra kemi kërkuar vetëm një mbështetje që na takon. Edhe ti je regjisore dhe e din shumë mirë se sa vështirë e ke pas dhe vazhdon ta kesh, por kur realizua filmi Regja dhe kur arriti ky sukses, sigurisht që për mua është një kënaqësi e dyfish, sepse jo vetëm që unë realizova filmin, por edhe u dëshmua ajo se filmat, si më thonë, e kam merituar s'paku një përkrahje ta kem në këtë vend, që ta dëshmoj veten se jo vetëm unë, të gjithë kolegët e tjerë që e duan filmin, kur e duam me të vërtetë ne mund të bëjmë një film të mirë. Unë edhe me kolegët e tjerë flas, ne nuk jemi në garë me zvete, kush po e bën filmin më të mirë. Ne jemi në garë të prollojmë filma, të prollojnë njerëzit që e duan filmin. Dhe sigurisht, dje e morëm lajme se jemi pranuar në festival në Bari, në International Film Festival në Itali. Do i theksojmë gjitha me radhë. Duat ndalem pak tu te ky momenti i gjithë kolegëve të cilët ne i kemi të fushës, të kineaste, artistë të ndryshëm, të teatrit, edhe njerëz që e duan filmin, që janë të dhënë shumë mbas kinemas. Sallat të mbushën plot. Dhe ti aty e more përgjigjen, besoj, sepse kanë ardhur shumë kolegë për të të uruar, shumë kolegë për të të mbështetur. Mendon që këta e kanë bërë me shpirtin plot? Them drejtën, unë edhe në fillim kur e hapëm këtë sallën kryesore, ka qenë me ftesa, dhe nuk e prita se do të mbushen edhe sallat e tjera. Unë më shumë kam qenë i lidhur gjerë me publikun, se kam pas qartë si regjisor çka du. Do thotë unë asnjëherë nuk e kam pas dëshirën të fascinoj artistët ose kolegët. Gjërë dëshira ime ka qenë të komunikoj me publikun. Prandaj filmat e mi nuk e kanë këtë estetikën filozofike ose të kuadrave të ngadalshëm, edhe pse ka long take, po prap unë kërkoj dinamikën dhe temën që komunikon tek ne. Edhe Regja ka dialogun, nëse e ka bërë diçka të veçantë filmin, është dialogu i përditshëm i jetës tonë, do të thotë nuk është një dialog filozofik që mos ta kupton publiku jonë. Do të thotë është një dialog direkt që njerëzit ta kuptojnë më lehtë. Më lehtë, po. Filozofinë vizuale e arrite ashtu siç e kishe menduar në fillim, sepse unë e di që procesi i skenarit edhe librit xhirimit mund të ndryshojë me etapa të ndryshme duke u ndërtuar, E kishe menduar kështu që realizimi doli pastaj në këtë filozofinë vizuale sakt siç e kishe planifikuar? Disa skena kanë qenë ashtu si kemi menduar.
Dhe filmbërësit që e njohin filmin mirë, i kanë lexuar ato skena. Dhe do të thotë më ka ardhur mirë që i kanë kuptuar ato momente, publiku nuk i kupton. Do të thotë për publikun nuk është e rëndësishme kuadri 5 minuta ose 2 minuta, nuk e vëren, ata i lidhet me karakterin dhe përcjell filmin. Ne kur e kemi shkruar skenarin, sigurisht që disa skena ashtu si kemi shkruar me Artin Selmanin, do të thotë është një djalë i ri nga Gostivari, dhe pikërisht ka qenë nga fillimi, do të thotë Martinin e kemi bashkëpunuar edhe në skenare të tjera, por kjo ka qenë domethënë skenari me tragjedjat. Pjesa pastaj është rindërtuar edhe me aktorët, edhe me drejtorin e fotografisë, po edhe në pjesë të madhe me montazherin e filmit. Do thotë ndrimi i skenave, stili, edhe këtu jam bindur që filmi nuk krijohet vetëm në skenar. Filmi vazhdon të rikrijohet vazhdimisht gjatë gjithë procesit deri në momentin e fundit kur bjen kati i fundit në film. Kjo pyetja që pritshmëria ose mikpritja e kolegave. Unë ndjesa zakonisht gjatë këtyre viteve ku kam qenë me filma të shkurtur, unë kam shkuar tek gjithë kolegët tek ne për t'i përkrahur, për t'i duar trokitur, për shkak se, siç e thash më herët, ne jemi shumë pak këtu. Një numër i vogël, dhe ne nuk mund ta quajmë veten që ne jemi në gara. Do të thotë të gjithë filmat që kanë realizuar kolegët e tjerë, asnjë film nuk është që unë dua ta bëj një film të tillë ose nuk është një shije imja, por është një sukses i madh kur arrin dikush ta realizojë një film. Ne nuk kemi çfarë inspirohemi unë dhe ti ose kolegë me vetë, ne mund ta inspirojmë gjeneratën e re. Dhe prandaj duhet sicilit jemi me një zënd të ndryshëm. Do të thotë filmat e tu kanë një temë tjetër, filmat e me janë tjetër. Një qasje tjetër. Komplet do të thotë dhe mendoj se mungon bashkëpunimi, mungon përkraja, se nga disa kolegë kanë pasur, duke të marrë parasysh edhe juve, do të thotë jam shumë mirënjohës që më keni përkrahur dhe edhe publikisht kanë shpendim të mirë. Por dallimi kolegëve tek ne me kolegët në Prishtinë dhe në Tiranë është shumë i madh. Do thotë kolegë regjisor, aktor që janë në Kosovë dhe në Shqipëri, janë shumë më bashkëpunim kanë, shumë mbështetje dhe përkraje. Ne kemi pas prekje edhe me Prishtinën, edhe e kemi pa nga afër se si funksionon ky komunitet artistik, këta kineast, këta njerëz është e pamundur, unë jam i sigurt që jo të gjithë kolegët në Prishtinë kanë pëlqyer filmin tim, por mbështetja e tyre ka qenë maksimum. Do thotë edhe që e kanë bërë një share përmes rrjeteve sociale, që kanë ftuar publikun e shikoni një film, për dallim tek ne këtu është më minimal, më pak, kjo është shumë ne si artist, si filmbërës, kjo është shumë e dopt dhe nuk duhet të vazhdojmë kështu, por ne duhet të përkrahemi më shumë, jo vetëm tek filmi. Nesër filmi, jo të filmit të tjerëve, sepse te dini edhe më herët kemi pasur iniciativa të bëhemi bashkë regjisorët këtu në Maqedoni, pikërisht për drejtat e tona, për mundësitë tona që ta bëjmë të realizojmë një film. Edhe zakonisht kemi qenë në njerëz që kemi kërkuar që të jemi edhe në shesh xhirimit e kolegët të cilët kanë pas realizime të ndryshme. E vërtet, por ky film realisht ma dha një mësim tjetër që nuk janë gati të gjithë. Është çmenduri të kemi xhelozi njëri ndaj tjetrit, ose për shembull një koleg fillon të tregon se si do ta kisha bërë ai filmin. Nuk ka nevojë. Do thotë ne publiku neve na vlerëson dhe është kritiku në festival. Për mua çdo film i realizuar në Maqedoni nga shqiptarët është një sukses i madh. Dhe çdo film që realizohet këtu vetëm që duhet të promovohet, sikur unë që e kam promovuar filmin, do të thotë mos të mbyllen filmat. Disa filluan të bëjnë këtë garën, është filmi, nuk ka nevojë të diskutohet ajo. Ne vetëm duhet të t'i promovojmë filmat dhe mos të mbyllen. Se është filmi më i mirë ose filmi më i dobët, ose cilën këto duhet pas 30 viteve të diskutojmë. Kur të kemi një bagazh, po. Unë kam realizuar një film të gjatë dhe pas 7 viteve ndoshta më jepet një mundësi tjetër. Po, saktë, e kuptoj shumë mirë këtë. Dua të flas pak me gjuhën e kinematografisë. Në film, si e kuptoj unë edhe ti, nuk e kupton publiku, dhe ti këtë qasje nuk e dash ta përcjellësh te publiku, sepse publiku s'ka çka i hyn në punë gjuha e teknikës ose gjuha e mënyrës se si ti e ke realizuar filmin. Po jam shumë kurioze të di këtë mënyrën se si e ke vendosur gjithë imazhin e personazhit, domethënë si e ke zhvilluar psikologjinë e personazhit në brenda filmit. E kishe trajtuar, nuk dua ta bëj analisten, por dua të mësoj nga ti. E kishe menduar kështu?
Kur them personazhi hyn gjithë ata të cilët janë të kastit. Qartë, po. Unë e kam ditur vetëm një gjë që nuk dua të bëj filmin, do të thotë e kam pasur këtë atmosferën e filmit, e kam ditë çfarë dua të bëj. Pastaj pjesa e personazheve, pjesa e dialogut është bërë me aktorët bashkë. Po, kjo ishte një pyetje imja, pastaj, sa kanë qenë bashkëpunues aktorët për ta ndërtuar pastaj dialogun? Kur e din si regjisor dhe ata të besojnë, unë e di se gjatë xhirimit ata vetëm më kanë besuar. Nuk është që e kanë ditur çfarë po du. Por unë me drejtorin e fotografisë kam punuar kohë gjatë, ja kam sqaruar gjitha idejen, vizionin se çfarë dua të bëj. Edhe me aktor, do të thotë vetëm ideja ka qenë ne nuk duhet të filozofojmë shumë, dhe nuk duhet të bëjmë një film që të vuajmë në film. Do të thotë aktrimi nëse është personazhi që ja Rexho, është një personazh që ka shumë probleme në jetë, por mos ta luajt as edhe problemin edhe vujtjen, edhe sepse shumë bëhet overacting, shumë bëhet over edhe te regjia. Gjithçka ne kemi pasur kujdes mos të dalim nga kjo e tepruar, do të thotë të rrim në vit. Të jemi me një, për shembull kemi Xhanerin që e ka pasur komedin, Rexha ka pasur dramë. Një komedie, po që e ka ndërtuar mjaft mirë pastaj edhe dialogun mes dy personazheve kryesore. Do të thotë një kombinim shumë i mirë. Tash nëse them se gjithçka kam ditur, do dalë shumë mendje madh se gjithçka në film. Jo, është e pamundur që e din se filmi është një proces në fletë, mendon ndryshe se ke shkruar, gjithçka pastaj. Unë vetëm kam besuar në intuit dhe e kam ditë ndoshta stilin se çfarë duhet të bëj. Po, është kjo atmosfera e filmit apo thellësia e temës? Cila është kjo? Atmosfera e filmit. Atmosfera e filmit. Edhe qartë e kam ditë se nuk dua ta teproj. E kam thjeshtëzuar, sa më thjesht. Do thotë vetëm e kam shkëputur veten nga ajo që nuk dua të bëj filmin më të madh në botë. Dua të bëj filmin më të kuptueshëm dhe më të qartë që mundet tek publiku jon. Dhe pastaj edhe për aktorët ka qenë më e lehtë, për drejtorin e fotografisë më e lehtë, për të gjithë ne ka qenë më e lehtë. Ose si proces realizues, normal, të din se është e vështirë. Po, ma thuaj pak të mënyrën e montazhit, sepse gjithë realizimi i cili vjen në shesh xhirimi duhet futet pastaj në disa kanale tjera të cilët për të filtruar dhe për të dalë në premier ka shumë punë. E kishe menduar formën që ta sjellish në një formë më të shpejt apo me një formë montazhe e cila flet me figurën dhe me pamjen dhe me dialogun? Do të thotë një faktu interesant është që montazheri i filmit Avdi Thaçi është një mik i imi që ne kemi punuar filma të shkurt, por kjo është edhe për të është filmi i parë i gjatë edhe për mua. Edhe ne se më thon. Keni kap dorë për dorë bashkë të dy. Rrezikojmë, e bëjmë kështu? Rreziku ka qenë gjëra nevoja jonë për me sfidu veten. Ne i kemi ikë komoditetit. I kemi ikë asaj, për shembull kanë pasur më herët njerëz që kanë pasur më shumë përvojë në film, por më kanë dhënë ideja se mos të gabojmë. Më kanë dhënë rrugën e lehtë. Neve nuk na ka dashur rruga e lehtë, se kam menduar që është ajo rruga që të çon në standard të vendos në normalitet. Dhe nuk të hapat frikën ose intuitën për me bërë diçka më të veçantë. Dhe me Avdin, nga fillim, realisht materialin kur e kemi pas ka zgjatur 5 orë gjysmë filmi, si material fillestar, dhe dinamika e filmin ndoshta ka ardhur se si ta shkurtojmë filmin. Dhe prandaj e kishit menduar me ritëm, ë? Po, patjetër, edhe pse prandaj kanë lindur këto montazha para mbrapa, ka të xhamkat në film, ka që në fillim disa që kanë shikuar kanë pas atë frikën nuk ban me pas filmi xhamkat, ose realisht xhamkat është një shpikje e valës franceze që e kanë bërë aty kohë, nuk kanë që ne kemi shpik teknikat e reja. Edhe dinamikën unë në të gjitha filmat e kam dashur çdo herë. Do të thotë pa marrë parasysh që filmi ka një skenë 5 minuta e gjysmë që është një long take që nuk ka kat as pak brenda kuadrit, por personazhet e kanë dinamikën. Hira, djali, Rexha, do thotë dinamika tek ata. Ky kuadër nuk ka qenë i pari për ty, sepse ti këtë kuadër e ke përdorur edhe me një film tjetër, ë? Ndoshta po jo në këtë minutazh. Jo në këtë minutazh. Ky është minutazh rekord për ty tash. Për rekord, edhe është realisht ka zgjatur 27 take janë bërë për të arritur ai kuadër mirë. Se shumë shtëpia ka qenë e ngushtë dhe kuadri fillon nga dritarja ku vjen Xhaneri, lëvizja e kamerës, dialogu i aktorëve dhe për me arrit një dialog të mirë mes aktorëve është dash të lejosh pak të improvizojnë, që mos të jenë aktrim teatral. Dhe kur i lën të improvizosh aktorët, pastaj mund të ndodhin gabime, mund të ketë jo dialog shumë i qartë, dhe prandaj është arrit me 27 take, ndër kadrat më të rigjiruar që është realizuar tek filmi. Dhe në fund, sa material hodhe në mbeturina? Shumë. Po,
unë mendoj se duhet shumë të xhirohet për me mbetur pjesa kualitative më e mirë. Po, në ndërkohë, unë nga pulti i regjisë do të kërkoj që të bëjmë një lidhje të drejt për momentin, sepse një mik i yti dhe imi do të lidhet tash për të na dhënë një opinion të tij në rreth filmit. Unë e di që ai është gazetar, është publicist, po është edhe një kritik shumë i mirë i filmit, kështu që do ta kemi në kuadër të kësaj bisede tonës. Të pëlqen që e zhvillojmë bisedën kështu? Po, me shumë kënaqësi. Diçka shumë e veçantë për dallim për intervistave tjera, kështu që jam shumë mirë, do të thotë vazhdojmë. Ma thuaj pak kastin e aktorëve. Janë dy personazhet kryesore që janë kaq shumë të në përputhshmëri me njëri tjetrin, si për figurën, po dhe mënyrën se si komunikojnë ata. I ke gjetur me audicion? Do të thotë Afrim Munçaj dhe Adriana Matosh janë dy aktorët kryesor dhe djali që i luan, do të thotë në Shledion Mulaku, një djalë që nuk e kam ditur që është aq i talentuar për film. Edhe dim se po ta bëj këtë pyetje? Sepse kemi shumë shpesh filma të cilët xhirohen që audicion nuk hapet fare. Po, e vërtet. Unë audicionin e kam pasur për fëmin, do të thotë që e kam zbuluar Ledionin. Për aktorët profesionist nuk kam hapur audicion sepse i kam ditur personazhet. E ke ditur çfarë kërkon? Po, shiko, në shumicën, për shembull Martinin, shumicën e personazheve që i kemi shkruar i kemi pasur aktorët në kokë. Dhe tash të hape audicion për 4 personazh, më ka ardhur shumë rënd për aktorët e tjerë që do të vinë në casting dhe pastaj të them se nuk do të pranohen. Do të thotë, ose realisht më falë, pas kam pasur casting, po ka qenë online castingu, nuk ka qenë se ka qenë koha e pandemisë. Koha e pandemisë, po, 2019. Dhe e di se tash më kujtu çdo aktor që nuk ka qenë pjesë, për cilën aktori kam shkruar një email të veçantë për t'i treguar se për t'ju falenderuar pikë së pari që kanë dërguar materiale dhe urojmë që të kemi një bashkëpunim në të ardhmen. Arsyeja që pse këta dy aktorë kanë qenë, do të mendoj se janë të shumë të përshtatur. Me Afrimin kam punuar në filmat e tjerë, dhe mua nëse një aktor nuk ma jep lirinë të punoj unë si dua me aktorin, do të nuk munden të realizoj atë rol. Afrimi ka besuar shumë tek unë dhe gjithë kërkesat që ja kam bërë dhe lojën që ja kemi punuar, po edhe pak për më herët, do të Afrimi ka qenë roli më i përshtatur, që shihet edhe në film se e ka luajtur shumë mirë këtë rol, është mishëruar shumë mirë. Adriana Matosh, një skenë që është skenat që bërë shumë e famshëm ai long take ku i bërtet burrit, momentin që e kemi shkruar atë skenë ka dalë në kokë, do të thotë aktoria si Adriana Matosh. Dhe dytë pasaj në bashkëpunim, unë mendoj që kanë qenë një bashkëpunim shumë i mirë. Si me Adrianën, si me Afrimin. Unë prapë kam pasur këtë marrëveshjen që dytë më kanë ndihmuar, nuk kanë qenë vetëm po vim ta bëjmë rolin. Ata më kanë ndihmuar edhe në skenar, edhe në energji pozitive, që cili regjisor nuk e don këtë. Do thotë çdo regjisor është ta ketë një bashkëpunim të mirë me aktorët. Edhe përfundimisht kam ra me një ide, ndoshta që jo çdo herë të duhen aktorët që janë më të mirë, më të talentuar, se tek ne janë bërë shablon, ky aktori ka qenë në Cannes ose në Berlinare, kjo është, po, ai është aktori më i mirë, por është më i përshtatur për këtë rol. Për shembull roli Beret Aresh që luan Xhanerin. Ne kemi shumë aktorë të mirë, por roli që është i përshtatur për Beredën, gjetja e vitit është. Dhe unë mendoj çdo herë se përshtatja ndoshta është castingu më i mirë që i bëhet aktorit. Dhe një regjisor kur i merr aktorët e mirë për atë rol, mendoj se nuk mirët ai t'i drejtojmë aktorët në film. Ai do të mirët me kuadrin, me kamerën dhe me problemet tjera që ka filmi. Po, e ke balancuar tregimin vizual me rrëfimin. Ke mund të ruajsh këtë balancë mes që të dyjave gjatë gjithë kohës pa ikur diçka? Ka ikur shumë kanë ikur sendet, se është shumë e vështirë t'i balansosh të gjitha. Edhe unë prandaj them se tek filmi i gjatë, për shembull në Maqedoni që realizohen, jo të gjithë njerëzit kanë pasion për filmin. Unë mërzitem se ndonjëherë kur nuk i shoh aktorët që s'kan pasion. E kuptoj, edhe ata kohë gjatë nuk kanë shumë filma dhe pastaj binë në depresion, por është teatri ku ata duhen ta kanë pasionin. Se edhe ne nuk e kemi lehtë si regjisor, ke kaluar 10 vite duke aplikuar, pas 10 viteve të aprovohet një film. Do të thotë ne përjetojmë zhgënje me depresion, por nuk duhet të dorëzohesh nëse e don atë punë. Dhe këto shumë punë do të thotë nuk kanë qenë ashtu si kam dashur, por pastaj
ajo energjia që ke besuar ose intuitës janë realizuar pjesë tjera që nuk i ka menduar se do të mund të jenë aq mirë. Dhe mendoj se asnjë film edhe në të ardhmen nuk do të jetë ti se e parashë. Sepse ka me pasur shumë probleme të tjera, si në xhirim, si me ekipën, probleme më i madh është kur ta bindesh ekipën se ja vlen ky film të bëhet, ose ne duam filmin, po pjesa teknike nuk e duan filmin, ata e shikojnë si punë. Po. Dhe ti pret edhe ata ta duan sikur të nuk e kanë atë dashurinë sikur regjisori, të aktorët që i kanë rolet kryesore. Çdo herë ndoshta për ata që i kanë rolet kryesore japin më shumë energji sepse ata që kanë një rol dytësor ose një rol shumë të vogël. Unë prandaj edhe tek rolet e vogla nuk i kam marrë aktorë profesionistë, kam marrë njerëz që nuk janë aktor, sepse mos të nënçmohen aktorët, se ajden me këtë në shumë rol i vogël, pse të vej për këtë rol të vogël, në rregull, atëherë do marr njerëz skena fantastike që ka dalur Martin Selmanin që e luan atë skenën e një njeriu që e rrin Rexhan, është një aktor fantastik, që është skenariste, nuk është aktor. Por kështu, do të thotë ne ta duam punën, pa marrë parasysh çfarë role kemi, se edhe unë si regjisor kam qenë asistent në për kolegë të tjerë. Sigurisht që vëmendja ka qenë shumë e vogël tek unë, ka qenë vëmendja tek regjisori kryesor, por është punë. Po gjërat ndërtohen kështu, dal nga dal, ja? Unë kam mësuar shumë, kudo që kam shkuar dikun të punoj, ose nga ato filmat e mi me zero buxhet që i kam bërë, unë kam mësuar shumë. Nga Akademia e Filmit nuk mësojmë, në Akademinë e Filmit flasim për regjisor të tjerë, flasim për formula që as pak nuk na vijnë neve dhe nuk na kryjnë punë. Dhe ne filmin e mësojmë në sheshgjirim. Në sheshgjirim, po. Me sa kuptova unë, aktorët i ke lënë të lirë në disa prej momenteve ku ata interpretojnë edhe dialogjet që të fusin edhe diçka nga këto batutat e tyre ndoshta që i kanë pak më të përditshme. Ke qenë strikt apo ju ke dhënë hapësirë? Me sa kuptova unë ju ke dhënë hapësirë. Unë jam njeri i lirë, unë edhe artin e marrë shumë kështu me knajtësi. Do të thotë se ndët strikt mund në fakultet më kanë pengu. Kur është diskutuar për shembull se vetëm filmi evropian është më i mirë se filmi amerikan, mu ka dukur shumë krahasim pa lidhje. Dhe edhe te realizimi i filmit tim, gjërat strikt nuk janë e letër. Do të kam pas lehen edhe për të improvizuar. Momentet që jam takuar me drejtorin e fotografisë, me Tonisin që ka bërë edhe do të thotë zërimin e filmit, po edhe muzikën, edhe me montazherën. Ideja kryesore ka qenë ne duhet jemi të lirë. Ma jepni shpirtin e ju që e keni kreativitetin. Unë jap vizionin, po më duhet ju të jepni gjithçka, hajde të rrezikojmë, të provojmë. Edhe me aktorët, por në prova. Do të thotë nuk ka qenë diçka po vjen aktori tash e kam një ide të re. Jo, në prova e kemi bërë ide të reja, sepse në xhirim nuk ke shumë hapësirë. Por rolet që kanë arritur, për shembull, pikërisht këto rolet kryesore që të jenë aq afër me personazhet, janë pikërisht që ne kemi hyrë më thellë tek vetvetja. Ne nuk kemi shkuar çfarë ka thënë në librin e skenarit Luis Hermanit se si ndërtohet një skenar, ose çfarë flet për ndërtimin e skenarit Andrei Tarkovski ose Hitchcock e kujt diçka. Ne jemi marrë me personazhet e tona, ne jemi marrë me problemet e tona dhe stili xhirimit ose mos them stili, mënyra e xhirimit është bërë në mënyrën unë që e kam ditur si funksionon tek ne. Për shembull në fshatin tim unë e kam ditur shumë më lehtë se mund të realizoj se sa në Shkup. Sepse këtu për ta bllokuar një rrugë është dashur të mirën disa kërkesa e leje, kurse në fshatin tim shumë më lehtë e kam pasur, i kem kërkuar nga bashkëshortarët aty se duhet ta bllokojmë këtë rrugë dhe të më ndihmojnë, dhe ka qenë mënyrë shumë e lehtë, sepse ata e kanë dashur filmin, më kanë respektuar mua dhe e kam ditë se për një kohë më të shkurt mund ta realizoj atë skenë, për dallim se sa bllokimet e rrugëve që kanë qenë këtu. Diku tjetër. Po, kishe referencë një film për stilin të cilën ti e zgjodhe për ta realizuar filmin tënd Tiber? Tash të sakta jo, por nën vetdije besoj se shumë kam pasur. Se unë jam një filmofil që shikoj shumë filma. Dhe po të them përzierja e filmit që është bërë tek Rexha, nuk e di sa do të jetë e kuptueshme, nëse mund të them se ka ndikim filmi iranian, ka ndikim edhe Tarkovski, që unë gjatë kohës bëj hajgare për këtë stilin e Tarkovskit, se të gjithë e duan Tarkovskin. Për shembull, sigurisht Long Take-at janë një ndikim nga Andrei Tarkovski, filmi amerikan, duke i përfshirë të gjithë filmat e Tarantinos me Coen Brothers, me Paul Thomas Anderson, por e gjithë kjo mund të them ndoshta është vizualizimi, ose gjua ne që e mësojmë kuadrin, montazhin. Por sa i përket tregimit, mund të them gjithçka është e bazuar nga i vend ku vjen, nga vendi ku vjen Artini dhe janë personazhet e tona.
Fare në fillim e kam theksuar që do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin dhe publicistin Latif Mustafa. Unë besoj që e kemi një lidhje të drejtë për drejtë, nga regjia do të më ndihmojnë që ta inkuadrojmë në bisedë. Latif, përshëndetje. Përshëndetje për juve në Shkofë. Jemi bashkë me Ibrin, edhe po diskutojmë për filmin. Në momentin që i thash Ibër kemi një lidhje të drejtë për drejtë brenda studios, e mori kështu të mirëqen, tha, po morëm, Latifi është miku im, thash është edhe një kritik i mirë i filmit, përpos që është gazetar dhe publicist. Nuk e djajmë kritik i mirë, po mundem me thonë se jam mik i mirë i Ibrit, besoj. Po, para gjithash. Latif, po t'jap hapësirën tënde, sepse dua që në kuadrët kësaj bisedet më thuash opinionin tënd rreth filmit dhe me këtë syrin tënd kritik si e ke parë filmin. Filmi i Ibrit, të gjithë e thrasin regjën, mendoj që është një prurje e re, është një stil i ri i filmit, i bërjes së filmit, me rast Ibri ka bërë një lloj kombinimi të le të themi të një narracioni aktual, i sotshëm që është, që ka të bëjë me ikje, një fenomen shumë i rëndësishëm, të cilin e ka prerë shoqërinë tonë. Dhe në anën tjetër ka kombinuar teknikat, le të themi, edhe teknikat hollywoodiane të dinamikës të papartë filmit dhe metodat klasike. Domethënë ka arritur ta bëjë një lloj miksimi, një lloj blendimi, një lloj ashtu përzierje të këtyre dy teknikave, duke përfshi këtu edhe elementin e vet provincial. Ibri mund të them se është ndoshta regjisori i parë i cili merret le të themi ashtu me filozofinë e provincës. Ibri gjithçka që i intereson le të themi është pak a shumë fshati i tij, por që përmes fshatit të tij ai arrit të projektojë dhe të shpërfaq një fenomen të kudogjendshëm shqiptar, që na ka kapur të gjithë ne. Po gjithë ky realitet le të themi, ky realitet shqiptar, po dhe Ballkanës, në një farë mënyrë projektohet nga Ibri, paraqitet nga Ibri kaq bukur, në një skenë të tillë të fshatit ku gjithçka është në vendin e vet. Regjoizmi, siç e kam thënë në shkrimtimin, është një fenomen ku padrejësia shoqërore fillon ku asnjë njeri nuk e bën punën e tij dhe një person bën punën e të gjithëve. Normalisht aty do të lindin probleme të ndryshme sociale, duke filluar nga problemet ekonomike, kulturore, por edhe pakti social që ka shoqënia do të shkatërrohet. Domethënë siç keni pa edhe në film që manifestohet shumë bukur, domethënë fshati është një zonë, një habitat i cili është i zhytur në krem. Dhe dikush përpiqet që me takatin e fundit ta shpëtojë fshatin. Dhe Ibri ka paraqitur këtë realiteti shqiptar kaq bukur dhe mirë, ku protagonisti në fund në një farë mënyrë i shtyrë edhe nga dora hyjnore shpëton. Dhe në fund të filmit, siç paraqitet, ai ik dikund apo ik diku te fshatit apo lëshon fshatin, nuk dihet, po fundi është i mbarë dhe i mirë të i gëzueshëm. Më pëlqeu një koment një ditë edhe i Ibrit ku tha se filmi po komunikon me publikun. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi filma të shumë regjisorëve shqiptar të cilët nuk kanë arritur, kanë qenë filma të mirë, po nuk kanë arritur ta vënë këtë komunikimin organik me shoqërinë. Dhe filmi me që përmendet çdo ditë edhe komentohet edhe shkruhet për të, bile bashkë këto ditë i pata në librari disa miq këtu të Prishtinës dhe më ftuan thanë, do vish me pa filmin. Thashë ne kam pa, thash premierën, thash me atë film, thash qysh nga fillimi me Ibri, thash kemi punu pak në tiparet apo këto kategoritë, ndarjen personaliteteve tipare, personaliteteve të protagonistëve. Po thash vazhdoni, thash apo vazhdoni me shku, po i pët filmi akoma dhe sallat vazhdojnë të mbushen. Ajo çfarë ka bërë Ibri, domethënë për herë të parë, thash, ka bë filmin e provincës, filmi i cili e trajton temën e provincës, po për më tepër këtë provincë e ngërthen një problem global siç është ikja apo migrimi dhe shpopullimi demografik. Unë vetëm se i dëshiroj Ibrit punë të mbarë dhe me këmbë të lehtë, me që ky ka qenë filmi i parë metrazhi gjatë, dhe të vazhdoj ti trajtoj këto probleme, sepse filmi, këtë rast arti, siç është këtë rast arti i Bërdearit,
në qoftë se nuk e zmadhon dhe e hiperbolizon një problem që na e shohim çdo ditë, po në fakt nuk e shohim, atëherë arti nuk ka funksion dhe nuk quhet art. Pra, i Bërtari e ka sjell në vend misionin e artit. Na ka zgjeruar një fenomen shoqëror, na ka pru para syve, edhe tek ne ka tërheq vërejtjen dhe vëmendjen se shikoni se çfarë po ndodh shoqëni, duke e paraqitur atë përmes një, le të themi, satire, ironie, që në formën e tij, domethënë ka arritur qëllimin dhe ka zgjuar vëmendjen e publikut. Edhe juve ju përgëzoj për emisionin dhe uroj që të shihemi herave tjera. Patjetër, Latif, faleminderit shumë për këtë mundësi. Kemi në kontakt vazhdueshëm sepse kemi shumë gjëra që duhet flasim bashkë për punën të cilën ti e bën. Shumë suksese, faleminderit për këtë lidhje. Suksese. I kënaqur me gjithë këtë që solli Latifi në opinionin e tij? Ne akoma s'kemi arrit të takohemi live me Latifin, por e përshkruajti filmin më mirë se sa unë do kisha mund të sqaroj. Për shembull, ja unë nuk e kam menduar që jam marrë me provincën dhe jam marrë me një temë provinciale që është globalisht e sqaruar. Do të thotë shumë mirë e tregoi Latifi edhe pjesën e simbolikave. Latifi lexon mirë filmat. Unë jam mirënjohës që kam pasur për shkak që ka qenë edhe konsultant më herë te ky film. Më kanë ndihmuar shumë në konsultimin e skenarit, idejes. Ne çdo herë kemi debatuar për filma, kemi folur për filma, po ja kur je i rrethuar me njerëz të ditur, njerëz të aftë për këtë punë të ndikohesh nga ata. Sigurisht. Dhe unë sigurisht jam ndikuar nga shumë njohuri që Latifi mi ka dhënë, kemi diskutuar dhe e falenderoj shumë për këtë vlerësim fantastik që për herë të parë po dëgjoj live dikush që ta komentoj filmin se unë nuk e, se me thonë, as vetë nuk e di sakt ndonjëherë sa ka ndikim filmi im edhe në pjesën artistike. Unë më shumë jam marrë me publiku, por ja, Latifi një komentim shumë fantastik edhe dhe jam shumë mirënjohës. Faleminderit shumë. Derisa këtë momentin që të ka lidhur fort me publikun, besoj që je dhënë shumë për ta çuar edhe filmin deri tek publiku. Por kur ndalesh sot dhe dëgjon kritika të këtij lloji, analiza të këtij lloji, opinione të këtij lloji, të ka ndodhur që ndoshta vetes edhe t'ja bësh një vend të caktuar për regjisorin që je dhe për stilin në të cilën ti punon. Qëndron rreth rrëfyesit apo qëndron rreth regjisorit i cili e ndërton pjesën vizuale më tepër? Je rrëfimtar apo je vizualist? Ndoshta mundohem ndeza me qenë në mes. Se filmi prapë ne jemi rrëfyes, tregojmë një historie, por pa fotografinë. Edhe atë fotografinë e mirë, jo fotografinë e bukur, tu kadrit të bukur, por pjesa vizuale do të thotë ne nuk do të arrijmë si të komunikojmë me publikun. Si regjisor duhet që të dyja paralel ti udhëheqish. Besoj që po. Por e ndjeve publiku çka kërkon më shumë? Publiku kërkon më shumë identifikim të karaktereve. Sepse çdo kush është lidhur me karakteret, problemet e tyre. Për shembull, filmi është për ikjen, por në film kemi ne problemin familjar, kemi dashurinë, kemi xhelozinë, dhe gjatë tërë kohës ata bisedojnë për problemet e karakterave që i ndodhin. Unë jam i sigurt që publiku s'ka arrit ndoshta thellë ta kupton këtë pjesën vizuale që ajde unë mendoj se bëhet për dy kategori të filmi. Për kategorinë e publikut që kërkojnë tregimin dhe karakterin dhe kategorinë e kritikëve që din të analizojnë këtë pjesën artistike që kjo ndoshta regjisorin e vendos pak më lart për dallim nga një realizim se tek ne edhe serialet komunikojnë, edhe një humor i thjesht televiziv komunikon me publik. Por ajo që e bën të veçantë një film artistik, nëse mund të themi, është koncepti dhe trajtimi të vizualistit e tregon. Për shembull tek filmi Regjo, nëse ke mundur ta kuptosh një detaj, është filmi fillon me një ditëlindje të fëmijëve dhe përfundon me ditëlindjen e njerëzve të moshuar. Dhe për mua kjo është ajo fotografia që flet më shumë se teksti, ku mjafton të tregoj se me një fshat ku të moshuarit festojnë ditëlindje dhe jo fëmijët, çfarë pretet? Do të thotë është më një vend ku nuk ka fëmijë, nuk ka të rinj dhe ardhmja përfundon drejt varrezave. Do të thotë kjo është metafora ose simbolika e filmit që në fund thuhet a ka ikur Regjo ose jo.
por ne nuk e dim a ka shkuar në det që ta plotson dëshirën Nikut apo ka ikur jashtë vendit. Edhe pse krau i tij gjatë që i ka dhënë çdo herë buk ku i thot miftari unë ju mbaj me buk, ne dihet kanë simbolizon miftari. Ne dihet kush e jep punën dhe pastaj kush të burgos ti gjatë tërë jetës ti duhesh për mua të punosh. Sepse me një vend ku punësimet bëhen në bazë partijake, është pikërisht një personazh si miftari. Se ai të ngushton, ai ta blen lirin, ajo kantat në film që paraqiten a kanë djath apo kanë. Ne nuk e dim çfarë kanë, po mund të themi që është një marrëveshje që ne e bëjmë me partitë politike që pastaj gjatë tërë jetës ta blejnë shpirtin. Është një marrëveshje me djallin. Dhe pastaj gjatë tërë kohës ai të punson dhe të kërkon ti tash hajde del në tubim, hajde shkruaj për mua mirë, hajde shkruaj keq për atë personazhin tjetër. Dhe kur e thot Latif është një provincë, është shemë provinciale që është shumë global në rrethon të gjithëve në këtë vend dhe personazhet si Miftari, si Regjan, personazhet e tonë. Është dashur në formë satirike të paraqes sepse në formë direkte do të kisha dalur sigurisht një politikan që ofendon një politikan tjetër, një gazetar që ofendon një gazetar, debate televizive që i shohim. Pak me humor, i mbledhem të gjithë, e mbledhem edhe politikën, edhe neve si artist, se ne nëse kthehemi, nëse mund ta them këtë, neve asnjëherë politika nuk na ka bërë dëm si artista. Neve na kanë bërë dëm artistët që kanë shkuar te politikan. Sepse ata kanë korruptuar ose ata kanë ku na njohin neve politikanët. Politikanët tonë nuk i përcjellin teatrin ose filmin aq shumë. Edhe më vjen mirë që këtë të cilën ne diskutojmë në formë private, zakonisht këtë temë e cila shumë na gulfat do kisha thënë, mirë që e solle edhe këtu. Iber, e kemi trajtuar bisedën nga fillimi deri në fund duke sjellur këtu mënyrën e rrëfimit sa është i veçantë, sa është i rëndësishëm, pjesën vizuale sa është e rëndësishme, personazhet sa janë të rëndësishme, bashkëpunimi me gjithë ata njerëz të cilët janë pjesë e ekipit. Ajo që e bën tashmë fotografinë kaq bukur të duket është edhe kjo drita natyrale apo ndriçimi ekspresionist i cili vjen brenda filmit. Edhe për këtë ke zgjedhur një profesionist të fushës, i cili në atë shtëpi të vogël i është dashur të punoj pak më tepër, besoj, ë? Po, sigurisht. Do thotë në atë hapësirë të cilën ti e ke zgjedhur për drejtori fotografisë edhe për të ti i parë i gjatë në Maqedoni, sepse në Kosovë e di se ka xhiruar një film. Unë kam shkuar me gjeneratat e reja se mua nuk më kanë dashur këta që kanë shumë informata dhe pastaj ma bllokojnë idenë time. Me Dario Sokulovskin kemi pas, do thotë, para se të dalim në xhirim, kemi bërë shumë ulumtime dhe analiza. Dhe sigurisht, ato lokacione që kanë qenë, ose shtëpia e vogël që ka qenë shumë e vështirë për t'u ndriçuar, por edhe për t'u xhiruar. Edhe prandaj ne kemi shkuar me këto planet e gjata ose planet wide shot që janë se nuk kemi mundur edhe shumë të futemi brenda dhe të lëvizim kamerën. Ka qenë sfidë, por ajo sfida e ka krijuar këtë të bukurën e kuadrit. Dhe unë jam munduar kuadrit të jetë statik që të punoj pastaj me mizansenin më shumë. Ja kemi dalë, mendoj se shumë bukur, shumë mirë, gjitha planet janë funksional, si plani i parë, si i dytë, si i tretë, me një skenografi fantastike që është nga një mjekimi Adrian Kadriu që kemi punuar edhe me, do të thotë, Djelza kur punon me njerëzit që të njohin mirë, beso se është shumë lehtë. Prandaj unë kam frikë të shkoj me njerëz të tjerë se harxoj energji pastaj duke ja sqaruar pse kjo duhet. E me këta njerëz më kanë do të thotë rrethi ngushtë, më kanë njohur shumë mirë dhe si nga aktorët, si montazherit, ja drejtori fotografisë, po edhe muzika që e ka bërë Darko Spasovski, do të thotë tonin dhe muzikën, Avdi Thaçi montazhën, me të gjithë jam shok dhe sado që i kam lodhur ndoshta në rikërkim të diçkait më të mirë, asnjëherë nuk i kam parë si të lodhur, por i kam parë me energji pozitive dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Dhe kjo pa fare në premierë ku gjithë ishin aty për të uruar dhe për të mbështetur. Filmi udhton në festivale? Do të thotë pas një muaji në kinema, që për mua as nuk e kam pyritur që do të qëndroj filmi një muaj në kinema në Shkup, duke pasur parasysh se biletat e filmit janë çrejta nga Cineplex dhe askush nga Kumanova, Gostivari, Tetova e Struga do mund të vinë duke i paguar gjithë ato pikpagesa, harxime të veturës, por të arta shikojnë një film në Shkup. Sepse kinemaja duhet të shkojnë në qytete të tjera.
e jo të Duhet të vinë udhtoj, publiku. po. Por për mua prapë është një rekord që vazhdon të jetë në kinema, të shkojnë ta shikojnë njerëzit. Pas 3 muajve në ardhë lajmit që janë shpranuar në festivale, edhe pse besoj që unë asnjëherë nuk e kam pasur synim me këtë film të shkoj në festivale. Unë e kam pasur hajt këtu të kënaqem me publikun tonë, ta shikojmë një film shqip. Festivali Bari International Film Festival është një ndër festivalet shumë të rëndësishëm në Itali, ku është një numër i madh i shikueshmërisë dhe i filmave, dhe të them drejtën u gëzova shumë, se ja, u hap rruga edhe për festival. Dhe besoj se do të vazhdojmë në festivale tjera, ku aty do të kem pasaj këtë takimin me filmbërsa, me kritik të filmit. Sigurisht. Edhe është një zhvillim i imi tjetër Është një zhvillim profesional, pikërisht në këto festivale ku ti takon regjisorë të ndryshëm, dramaturg të ndryshëm. Edhe ta shohim si do të komunikoj tash me publikun që nuk janë shqiptar dhe do ta dëgjojnë një film në gjuhën shqipe. Një film, po. Ibër, të pëlqej mënyra se si e trajtuam sot filmin? Besoj se shumë e mirë, fantastike, diskutim artistik, edhe të një shumë mirë filmin dhe biseduam diçka që nuk e kam biseduar më herët në emisione të ndryshme. Edhe zakonisht më pëlqejnë këto bisedat i zhvilloj pasi kanë mbaruar projekte. Po, jemi më të relaksuar tash. Edhe më të relaksuar, po edhe kemi pastaj edhe me këtë syrin kritik si shohim gjërat si kanë kaluar, si janë komentuar, edhe pse sot nuk u futëm shumë të komentet. Jo. Një radhë tjetër. I bërë shumë suksese, unë e di që filmi do të udhtoj në festivale, po që puna yte mos ndalet, të vazhdojsh me gjërat tjera të cilët ti i ke në plan, dhe ashtu si që pas 7 viteve ndoshta e bëj një film tjetër, unë nuk ta uroj, unë uroj sa më shpejt një film tjetër, edhe një punë të shkëlqyer të cilën ti mund ta sjellësh për publikun sepse e ke shumë të rëndësishëm. Sigurisht, faleminderit shumë Deza, jo vetëm për sot, por për krejt përkrahjen që ma ke dhënë çdo herë. Je shumë e veçantë si promovuese e artit të artistëve tek ne, vlerësoj shumë këtë, sepse kjo na mungon tek ne. Do të thotë siç e thash edhe më herët, ne artistët filmbërësit nuk jemi sport individual, ne jemi art që duhet të bashkëpunojmë, pa marrë parasysh shihet dhe sa i pëlqejnë filmin njëri tjetrit. Neve na duhet bashkëpunimi. Se për ndryshe do të mbesemi individ dhe kështu, një film në 7 vjet dhe nuk do arrisim askund. Por uroj që kjo mendësia e izolimit të artistit të thyhet, ose të presim gjenerata e re, ndoshta gjenerata e re do na mësoj jo vetëm në art, por gjenerata e re edhe në politikë dhe gjithkund në sfera të ndryshme do na mësoj se çfarë është bashkëpunimi. Sepse tek ne si duket është krijuar një urrëtie e madhe në gjitha sferat, si në art, si në politikë. Vetëm shohim sharje, ofendime dhe distancime. Përderisa kjo mendësi nuk ndryshon, atëherë besoj se gjenerata e re do vjen, do e mëson dhe do ngelemi duke i parë të tjerët se sa mirë do të vazhdojnë të parë. Do të ecin, po. Suksese. Faleminderit shumë. Miq, kemi përfunduar takimin ton sot këtu, duke lënë një të radhës sigurisht të dielnarshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.